tonë kemi respektuar dhe do të respektojmë këtë traditë bukur. Nëse dikush i ka harruar këto vlera është turpi tyre. Respekte për këtë familje të nderuar dhe për gjithë ata që i nderojnë këto vlera. Ky ka qenë reagimi në fakt sot, duket që postimi ka ardhur nga Partia Socialiste për të treguar që ka një tentativë për të blerë vota. Quhet blerje vote? Jo, s'ka lidhje kjo. Ma mirë mos kishte reagim. Kjo si nuk është blerje vote. Nuk është. Blerja e votës është ajo e Korçës, që kemi parë që çosin të dhe jepeshin 10.000 lekë për votë. Ose ato në Dibër që kanë nxjerrë fiks fare, stopi, ato janë blerje vote. Po ky gjest, ty është vetëm forma. Shiko, unë nuk besoj që nëse ka pasur mend blej votën, të japin sy të Lirmetës. Do bëjmë ke shkallët e apartamentet të blej votën. Të jemi të sigurt që votat nuk blihen ditën. Po, me diell, ato janë mbyll përpara kush ka pasur mend blej votën. Dhe mandim nëse e kanë dhunuar atë për LSI-n, edhe sikur gjithë dynjaja të mblidhet aty, ai për LSI-n do votoj për ata që kanë rrahur, ose për tjerë. Kështu që në këtë kuptim nuk është blerje vote, ajo është thjesht. Ajo vetë gjë që mund të lënë në shtëpi. Te kalimi don një lloj pakujdesie në një zakon që praktikisht ne bëjmë gjithmonë përse e ka postuar pastaj Partia Socialiste. Ne na vjen turp, ne shkojmë përse e ka postuar për vdekje, për dasmë, na vjen turp, po i lem atë ç'është. Po me shumë siklet vije dhe poezia lekë. Sa e kuptova unë qëllimin e postimit nga PS-ja.